Fenomeni shqiptar i gjakmarrjes mbërrin deri në vendet arabe. Përmes një reportazhi të rrjetit televiziv Al Jazeera është përcjell gjakmarrja dhe historia e një familjeje shkodrane të ngujuar prej 22 vitesh. Sipas gazetarit të Al Jazeerës, si një prej vendeve më të izoluara gjatë regjimit komunist, Shqipëria edhe sot po vuan për zgjidhjen e këtij problemi tepër të rëndë edhe pas 2 dekadash demokraci. Në familjen e Gjon Mhillit, fëmijët e tij qëndrojnë të ngujuar sepse kanë lindur të ngujuar. Mhilli është futur në gjak për shkak të vllait i cili kishte vrarë 22 vjet më parë një person për çështje pronash dhe është arratisur për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por familja e viktimës e quan përgjegjës për vrasjen dhe ai ishte detyruar të qëndrojë i fshehur duke ndryshuar shtëpi her pas here gjatë natës për të shmangur gjaksin. Fëmijët janë bërë për psikolog, jetojnë me frikën, shpjegon Gjoni, duke shtuar se as lutjet e tij në këtë vend nuk kanë sjellë ndonjë ndryshim. Ai u ka dërguar gjaksve disa ndërmjetës, por përgjigjja ka qenë me 5 tentativa për ta vrarë. Mhilli madje pretendon në intervistë se vetë përfaqësuesit e shtetit shqiptar i kanë thënë që të mos kërkojnë ndihmë pasi ai është në gjak dhe prej tij do të vdes. 2 vjet më parë Mhilli është arratisur për në Suedi, por pasi autoritetet shqiptare kanë thënë se mund ta mbrojnë jetën e tij dhe familjes së tij, i është refuzuar kërkesa për azil. Ndërkohë, i intervistuar në reportazh, Gjin Marku, kryetari i Komitetit Kombëtar të Pajtimit të Gjaqeve, akuzon shtetin se detyrohet të gënjejë duke thënë që mund të mbrojë qytetarët, pasi në këtë mënyrë nuk do të penalizohet nga Bashkimi Evropian në procesin e antarësimit.